euro metri katror dhe dyqane që janë 20.000 deri në 30.000 euro metri katror. Kjo do të thotë narkoshtet. Të gjitha paratë e drogës, qoftë ato që ishin të ndragetës, siç kemi parë nga përgjimet, qoftë duke u referuar dhe autoriteteve të antimafjes italiane, qoftë duke u referuar Europolit, duke u referuar Departamentit të Shtetit Amerikan, paratë e drogës në Shqipëri hidhen në ndërtim. Dhe ju shikoni kullat, mos harroni për asnjë moment, është ekskluziviteti i Edi Ramës të japi lejet. Dhe investitorë strategjik janë ekskluzivitet i kryeministrit për t'i bërë të tillë. Dhe kemi investitor strategjik Luftar Hysen. Po, pse ky njeri zgjedh që investitorët e tij strategjik, qoftë zoti Hysa, qoftë Plum Gjoka, janë njerëz të cilët në gjithë Gjoka është në burg, për Sky ECC dhe ka qenë në hetim nga autoritetet belge nëpërmjet Sky ECC dhe sot kemi një tjetër të hetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ka mundësi që investitor strategjik këtu bëhen vetëm trafikantët ose njerëz që kanë lidhje familjare me ministra apo ish-ministra? Në këtë kuptim, kjo e fakton përfundimisht dhe nuk ka më vend për debat dhe diskutim. Siguria në Shqipëri ka rënë. Shiko, unë jam nëntkryetari i Komisionit Punëve të Brendshme. Dhe po ju tregoj, para 2 ditësh ishte kryetarja e Shish, e cila vinte në komision për të diskutuar buxhetin. Shish ka një 10% të buxhetit që ka policia e shtetit. Pse? Sepse nuk kanë plan të parandalojnë krimin. Sepse investimi në inteligjencë është për të parandaluar krimin dhe për të marrë informacione të tilla që do t'i shërbenin për shembull kryeministrit, që zotëri personi që ti ke takuar është i lidhur me krimin, është i lidhur me drogën. Personi që ti po kontakton. Duhet sigurisht është qëllim kjo zoti Balliu pasi Rama nuk do t'i di këto madje edhe justifikimet. Kur është publikuar ndonjë foto. Jo që Rama nuk do t'i di. Rama i di fare mirë. Rama për këtë arsye i mbledh. Rama i di, prandaj mbledh. Rama bashkëpunim ka zgjedhur të bëjë me krimin organizuar. E nisi në 2013, por kur i futesh kësaj bote, kur i futesh kësaj rruge, nuk del dot më. Pra është një rrugë që të zhyt. Edi Rama nuk del dot, sikur sot Edi Rama të kërkojë të bëjë gjithçka për të dalë nga kjo rrugë, nuk del dot. Sepse dhe këto grupe nuk janë budallej. Ato marrin garancitë e tyre që Edi Rama mos të ndahet më kurrë prej tyre. Pra po më thoni që Rama është peng i krimit sot. Rama është krimi, është dhe peng dhe është krimi vetë, sepse është ai që ka fuqinë dhe pushtetin. Nuk është rastësi i nderuar që në Shqipëri një herë në 2-3 ditë dalin ngjarje të tilla. Të shikosh shkruhet për Shqipërinë, kemi vetëm drog. Po pse vetëm ministrat e këtij dalin të lidhur me drogën? Pse vetëm deputetët e këtij dalin të lidhur me drogën? Pse deputetët e këtij janë vetëm që takohen me mafioz? Do të tash arrestohet njëri, arrestohet tjetri. Ky për gjithta thotë që s'di gjë. Vet zotërin fjalë, nuk mund të thotë që nuk e dinim se opozita ja ka bërë këtë nder që ja ka treguar. E ka denoncuar. E ka denoncuar. Jo vetëm që nuk pranoi denoncimet e opozitës, ato që thatë ju, por sulmoi të gjitha mediat, të cilat e kishin publikuar lajmin. Ju qofshi, tha, që merreni me këtë punë dhe i binin qaf njerëzve të ndershëm. I sulmoi të gjithë. Patjetër. Pra, jo vetëm që e ka ditur, po kjo ka qenë arsyeja. Sot ai nuk mund të thotë që unë nuk e dija. Ja ku e ke zotëri të faktuar.